U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më teje me bisedat tona që gjithmonë i kemi në pjesën e dytë të emisionit të Ritmi i ditës. Kësaj radhe do flasim pikërisht për IT-n. E dim që kjo fushë është goxha e zgjeruar dhe nga të rinjët interesi gjithmonë rritet çdo ditë e më shumë. Por arritet edhe për t'ju ofruar ndihmë këtyre personave, jo edhe aq. Kështu që me mua sot në studio kemi profesorin Sokol Ajdini, magjister në inxhinieri softverike, i cili ofron ndihmë së falas teknike për nxënësit, për studentët të cilët kanë dëshirë edhe më tej të plotësojnë njohuri në këtë drejtim. Profesor, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Ideja e kësaj të nisme ishte që t'i ofrojmë ndihmë praktike studentëve, duke marrë parasysh që përvojën e deritanishme dhe të përditshme me studentët, hasim që studentët kanë mungesë ose themi drejtën mënyrë të Ata ndoshta kanë nevojë për ndihmë sadopak ndihmë udhëzim që t'i udhëzojnë ndërkush, pasi kanë motiv, kanë njohuri, por ju mungon mungesë udhëzimi. Dhe ne kishim si motiv qartë që për gjithë ata studentë të cilët kanë nevojë, mos të ngelin pas për një udhëzim apo ndihmë praktike cilën mund ta ofrojmë lirshëm. Profesor, mund të na thoni se cili ishte qëllimi kryesor i kësaj iniciative? Ne e dim që nuk je i vetmi, për fat të keq ishte edhe një ekspert i IT-s në këtë drejtim, dy së bashku ju ofroni ndihmë për studentët në këtë drejtim. Çfarë synoni konkretisht të ndryshoni apo të përmirësoni tek studentët e kësaj fushë? Po, realisht ishte edhe kolega Argjend Kurtishi, po për fat keq është me një trajnim jashtë vendit dhe nuk ishte mundësi të jetë prezent këtu me ne. Qëllimi është që përveç punës praktike të cilën t'i motivojmë studentët, t'i aftësojmë të zgjidhin probleme konkrete, reale dhe të jenë më të aftë, të kenë vetë besim, ati ku ngecin, të kërkojnë ndihmë drejt për drejt tek ne, të mund t'i ofrojmë ndihmën dhe të jenë të përgatitur më shumë për tregun e punës në të ardhmen. Në të ardhmen. Mund të na thoni se pse keni vendosur që kjo ndihmë juaj të ofrohet në formë online dhe të themi jo në ato ligjeratat klasike? Po realisht, pasi ndihma është për problem konkret, kjo mënyrë e ndihmës faktikisht online na ofron efikasitet, shpejtësi, po edhe shpenzojmë kohë. Mund të na thoni se sa është interesimi i studentëve në këtë për të që kërkojnë ndihmë? Realisht ishte interesimi shumë i madh dhe kishim vlerësim të jashtëzakonshëm për studentët, pasi kjo ishte edhe ne vetë e vërtetuam se kjo ishte një mundësi reale ose themi drejtën kërkesë reale nga studentët për shkak se mungon puna praktike dhe me këtë i shtim ose i motivojmë studentët që të vazhdojnë të punojnë sa më shumë dhe ku kanë nevojë ne t'ju ofrojmë mundësi, ndihmë. Atëherë mund të na thoni se me çfarë lloj vështirësiesh përballen më së shpeshti studentët dhe në cilat fusha ata kërkojnë më së shumti ndihmë? Po realisht që kanë probleme ose vështirësi është në mënyrën e konfigurimit, kanë në bazët e programimit, në databazë, në punën praktike. Me këtë ne i ofrojmë mundësi në konfigurim, i ofrojmë bazat e programimit dhe me një farë forme ndihmën e nevojshme ose udhëzimin, monitorimin, mentorimin në një farë formë që studentët të kenë mundësi që të vazhdojnë tutje dhe të jenë të pavarur
në të ardhmen. Në të ardhmen. Atëhere mund të na thuani se nga këto shërbime që ju ofroni, si mund të kontaktojnë studentët të cilët kërkojnë ndihmë? Ne dim që në rrjetet sociale, domethënë është publikuar edhe numri juaj, gjithçka dhe ato mund të drejtohen të ju kontaktojnë lirshëm. Realisht kontakti është i drejt për drejt dhe më pas në varësi nga problemi ose mënyra cilën kërkohet ndihma, bëjmë një organizim dhe e realizojmë mënyrë duhur. Të duhur. Mund të na thoni se deri më tani si ka qenë reagimi i studentëve dhe si është mirëpritur kjo ndihmë? Keni pasur një përgjigje nga ana e tyre? Siç e ceka edhe më herët, reagimi ka qenë shumë pozitiv dhe i mirëpritur nga ana e studentëve, për shkak se kjo ndihmë ishte e nevojshme dhe nuk është që është ofruar deri më tani, besoj. Jo, nuk është ofruar. Në thashë që ka dhe në fillim interesimi për këtë drejtim, për IT është shumë i madh, për të ofruar ndihmë falas teknike, jo edhe aq sa interesimi për të mësuar. Mund të na thuani se sa e rëndësishme është mbështetja praktike për studentët, përveç njohurive teorike që marrin në universitete? Realisht mbështetja është thelbësore, për shkak se teoria ose është pa praktikën nuk është e plotë dhe në të ardhmen kur ti duhet që atë të cilën e ke mësuar në universitet ta shfaqësh ose të tregosh në punë praktike në vendin e punës, ati kërkohet puna praktike. Domethënë është thelbësore po dhe shumë e rëndësishme, pasi në vendin e punës, në tregun e punës, realisht kërkohet praktika. Mund të na thoni se duke qenë se kjo ndihmë ofrohet falas nga ana juaj, a mendoni se institucionet publike duhet nga angazhohen më shumë me iniciativa të tilla për të ofruar ndihmë falas për studentët? Realisht jo, vetëm që duhet të mbështeten, po duhet edhe të mundësojnë dhe plotësojnë të krijojnë evente, punëtori, evente profesionale, punëtori dhe kështu mbështetje edhe më shumë që me këtë të kemi të rinj dhe studentë më të zhvilluar, më të avancuar dhe kjo bën mirë për një vend dhe një shoqëri shoqëri të zhvilluar të vendit tonë. A mendoni që të themi kjo nismë në të ardhmen t'ju delë në ndihmë dhe ta zgjeroni edhe më tej, të themi me mentorim, me ekspert tjerë të IT-s, duke pasur parasysh se është falas, ta zgjeroni edhe më tej këtë ndihmë? Por realisht që kur kemi filluar si ide, mendojmë që kjo duhet të zgjerohet me evente profesionale, me punëtori, mentorim profesional për studentët, por gjithë kjo varet nga mundësi që do të na krijohet, thënë drejtën, t'i lëmë kohës dhe të shohim se si do rrjedhin punët në të ardhmen. Edhe më tej. Mund të na thuani se sa i rëndësishëm ishte vendimi i qeverisë për pajisjen e studentëve falas me teknologji duke pas? Them drejtën si iniciativë ose ishte shumë e rëndësishme, pasi që pajisje teknike, sidomos për studentët e IT-s, është bazike që të kenë një pajisje teknike, por them drejtën, ne ati filluam të mbështesim studentët se një pajisje teknike pa konfigurime profesionale, pa instalime të sistemit operativ, është ose e pa shfrytzuar, ose nuk është e shfrytzuar në mënyrë të duhur. Do me thonën, ajo nëse nuk konfigurohet mirë, nuk arrinë qëllimin për cilën është parapahën kjo ndihmë.
kjo ndihmë. Mendoni të themi se mjafton vetëm pajisja me kompjutera për studentët, apo thjesht duhet edhe të themi mbështetje profesionale për të shfrytzuar ato në mënyrë efektive? Po, thash, do më thonën, është e paqetërsueshme themi se duhet të ketë mbështetje profesionale, duhet të konfigurohet dhe të shfrytëzohet për nevoja. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim? Por realisht, pajisjet cilët i kanë marrë studentët kanë qenën pa sistem operativ, pa software të cilët nevojitën për studime, kështu që ne kemi mundësuar instalimin e software-it dhe instalimin e sistemit operativ dhe software-eve të nevojshme varësisht nga drejtimi, pasi që ka pas studentë të cilët janë lajmëruar edhe nga drejtime qera, si që janë arkitektura, mjekësia, apo themi ekonomi, kështu me radhë. Mundën të thoni se sa janë të pajisura të themi edhe universitetet lidhur me këtë fushë, sa janë teoretikisht të themi të përgatitur, por edhe me pajisje sa janë të... Themi drejtën, mendoj se universitetet me pajisje ose laborator janë të pajisura, laborator adekuat janë mirë, por do ishte edhe më mirë nëse do kishte përmirësim në të ardhmen. Në të ardhmen. Sipas jush, a kanë studentët njohuri të mjaftueshëm të themi bazike teknike kur hinë në studimet e IT-s? Realisht kemi nivele të ndryshme, pasi kemi studentë të cilët vinë prej shkollës së mesme nga drejtimi informatikës ose që kanë të bëjnë me IT, por kemi studentë që vinë edhe nga drejtime qera. Për këtë arsye, niveli nuk është i njëjtë dhe të këto studentë të cilët vinë nga drejtime qera nevojitën mbështetje personale e vazhdueshme që për një afat të shkurt është e paqetërsueshme edhe interesimi vullneti i studentit që për një afat shumë shkurt të arrijë në një nivel të barabartë me studentët cilët vetëm se si bazë nga shkolla e mesme kanë njohuri bazike. Mund të na thoni se si e shihni gjendjen aktuale të IT-s në vendin tonë? Realisht, themi drejtën, IT-ja është duke u zhvilluar, sidomos në sektorin privat. IT-ja ka një zhvillim shumë të mirë, por kur jemi te institucionet publike, ati kemi një ngecje dhe mendoj, shpresoj që me një plan strategjik të mirë në një të ardhme të shkurt shohim një zhvillim shumë më të madh edhe në institucionet publike. Këtu vlen theksohet se nëse ne si vend investojmë më shumë në të rinjt, në studentët, do të mund që këto studentë në të ardhmen t'i kemi ndihmes dhe ata të bëjnë zhvillime më tuqe. A janë studentët tanë konkurues me studentët e vendeve të tjera të rajonit dhe të Evropës? Patjetër se po, për shkak se kemi studentë të rinj të cilët kanë talent, janë shumë, kanë vullnet, janë shumë të mirë, por këtu duhet që të kenë mentorim profesional, t'ju ofrohet punë praktike, pa marrë parasysh se në cilin sektor drejtim janë ata, dhe mendoj se do të jemi shumë më konkurues në të ardhmen. Nëse kemi ofrojmë mentorim, këto që i cekam. Atëherë, profesor, mund të na thoni se cilët janë sfidat kryesore me të cilat përballen sot studentët e IT-s në vendin tonë? Themi drejtën, si sfida kryesore ato cilët i ceka ishin konfigurimi, mungesë punës praktike dhe ajo mungesa e punës praktike hen aty ku ka një hendek mes fakultetit dhe punëdhënësit ose në të ardhmen aty ku duhet studenti të punoj, të kërkoj punë.
punë. Mund të na thuani se sa janë universitetet tona të përgatitura për të ndjekur ritmin e zhvillimit global të teknologjisë? Mendoj se janë mirë të përgatitura, po duke pa se zhvillimi global sa vjen dhe rritet, mendoj se universitetet, fakultetet duhet të kenë më shumë bashkëpunim institucional me institucion, me industrinë. Këtu bëjmë fjalë kompani, IT, banka, kompani ekonomike, pa morë parasysh çfarë, ku do jetë mirë që të ketë bashkëpunim sa më të madh dhe të krijohen plan programe që në të ardhmen të jenë më të përgatitur për tregun e punës. A ekziston një hendek mes asaj që mësohet në fakultet dhe kërkesave reale të tregut të punës? Vetëm se thash që ka një hendek dhe mendoj se me kalimin e kohës dhe duke mundësuar sa më shumë dhe ofruar punë praktike për studentët, duke i motivuar që të kenë sa më shumë punë, kjo do të kalohet. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim përveç se t'ju ofrohet punë? A duhen edhe universitetet të jenë, të them, këmbgulës lidhur në këtë drejtim që sadopak studentët të kenë edhe një përvojë praktike, jo vetëm atë pjesën e teorisë? Po, patjetër, tani siç është plani, programi, çdo student duhet së paku një muaj në vit të ketë punë praktike, po kjo mendoj se duhet të jetë edhe më shumë. Jo vetëm një muaj, 3 muaj. Ose t'i ofrohet të ketë më shumë evente profesionale dhe t'i ofrohet mentorim profesional. Mund të na thoni se sa mundësi reale punësimi ka sot një student i IT-s pas përfundimit të studimeve? Mundësit janë shumë reale dhe realisht ka munges kadri, themi drejtën, kanë mundësi reale, por themi më troq, mundësi më reale kanë ata student cilët kanë më shumë përvojë praktike, por gjithashtu edhe kanë vullnet dhe punojnë më shumë. Më shumë. Çfarë duhet të themi të përmirësohen që në vend që studentët dhe profesionistët e IT-s të themi të kenë kushte më të mira për zhvillim profesional? Themi drejtën, prapë do vazhdoj me mentorimin profesional, me praktikën, këto. Do më thënë nuk duhet të ndryshojnë. Rritet numri të themi i studentëve çdo vit në këtë drejtim. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim që studentët mund të themi që është vetëm edhe një trend? Që këtu mund të shkojmë në IT sepse punohet, fitohet më shumë. A duhen të jenë ato më serioz në këtë drejtim të themi se ka, thash, e shohin si një trend? Realisht, drejtimi IT-s nuk është një trend, është profesion serios, ku duhet vendosshmëri, duhet ketë punë dhe në vazhdimsi të punohet që të arrihet sukses. Një mesazh për studentët, mendoj se studentët të cilët nuk ngecin, apo studentët të cilët nuk dorëzohet kur kanë një problem, atëherë ai student do të ketë sukses. Dhe kjo është si mesazh se ai student i cili ka problem dhe kërkon ndihmë që të vazhdoj tutje, duhet të kërkoj ndihmë që të vazhdoj tutje. Për edhe një mesazh do kisha dashur për gjithë ata studentët të cilët hamendësojnë për të kërkuar ndihmë, edhe pse ndihma juaj edhe një herë potencoj është falas për gjithë ata të cilët kërkojnë ndihmë. Cili do të ishte mesazhi juaj apo një këshill për gjithë ata? Pa marrë parasysh do të kërkojnë ndihmë tek ne apo në tek ndonjë profesor apo eksperti IT-s ose pa marrë parasysh drejtimin, unë kisha sugjeruar deri tek studentët që
të mos ngurojnë, të kërkojnë ndihmën të cilën i nevojitet dhe mos ngelin pas për një problem apo ngecje të caktuar, pasi që nuk duhet të dorëzohen dhe të vazhdojnë ëndrrën e tyre deri në realizim. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë emisionit të Ritmi i ditës. Nëse keni edhe diçka tjetër për të shtuar lidhur me këtë ndihmë që ofroni ju, mund të lirshëm ta thoni edhe një herë për studentët për gjithë ata. Faleminderit ju që na dhat mundësi që të prezantojmë, të tregojmë se çfarë mund të ofrojmë dhe e vlerësuat punën tonë. Unë nuk kam asgjë që të shtoj, vetëm dua që t'i bëj thirrje gjithë atyre të cilët kanë nevojë lirshëm të na kontaktojnë, po le të kontaktojnë edhe profesor ekspert, se besoj se gjithë secili do të jetë në gjendje të ndihmoj që një student të ketë sukses apo një i ri, për shkak se çdo i ri, çdo student i cili do ketë sukses është në të mirë të vendit tonë. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit.